Në Pallatin e Sporteve Qazim Dervishi u zhvillua edicioni i radhës i kampionatit kombëtar të gjimnastikës artistike me pjesëmarrjen e mbi 150 sportistëve nga 9 ekipe të qyteteve të ndryshme të vendit. Në ceremoninë e hapjes mbizotroi një atmosferë entuziaste, ndërsa drejtori i sporteve në Bashkinë Shkodër, Auron Miloti, vlerësoi bashkëpunimin me Federatën Shqiptare të Gjimnastikës për organizimin e këtij eventi në qytet. Presidenti i Federatës, Leonard Lulaj, u shpreh i kënaqur për pjesëmarrjen dhe nivelin e kampionatit, ndërkohë gjimnastët e vllaznisë në drejtimin e trajnerit Izmir Kashi spikatën duke fituar 13 vende të para. Masiviteti dhe kualiteti i gjimnastëve për gjitha grup moshat ishte një nivel shumë të kënaqshëm. Dhe them të drejtën, jam shumë i gëzuar nga puna që kanë bërë trajnerët e gjitha ekipeve. Kishim edhe ekipe të tjera që morën pjesë për herë të parë, dhe ata banë një paraqitje njëjtose. Ne ideuam garën e Kupën Republikës në 2 ditë. Shkoda ishte me 2 ekipe dhe 9 ekipe ishin për rreth krejt aktivitetit punëtar, që është aktiviteti më i mirë që duhet. Gjatë 2 ditëve të garës, gjimnastët konkurruan në disiplina të ndryshme, duke treguar nivel të lartë sportiv. Aktiviteti u mbyll me ceremoninë e ndarjes së medaljeve, diplomave dhe trofeve për fituesit.